Shkojt flasim për familjet shqiptare të cilat ndër vite kanë zgjedhur Shtetet e Bashkuara të Amerikës si destinacion për të ndërtuar ëndrat e tyre, por teksa janë zhvendosur me familjen, janë kujdesur që me fanatizëm të ruajnë edhe gjuhën shqipe. Nuk bëhet fjalë vetëm për kurset që mund të ndiqen, mësuesit privat të cilët e ofrojnë të ndihmë ndonjëherë edhe falas, por gjithashtu edhe për një vend konkret. Flasim për Filadelfian, ku kemi një shkollë ku mund të shkojnë fëmijët për të ruajtur gjuhën shqipe, po për treguar për punën që është bërë nga komuniteti shqiptar atje, që me siguri nuk trashëgohet vetëm gjuha, por trashëgohet kultura, trashëgohet identiteti, trashëgohet muzika, përmes shumë aktiviteteve të cilat ndërtohen vetëm me një qëllim, mos t'i harrojnë fëmijët shqiptarë nga kanë ardhur. Diskutimin e ndërtoi me Eva Dorin, një mikesht programi dhe një gazetare. Mirëmëngjes. Më në fund jemi në studio. Më në fund. Se ngelëm duke komunikuar vetëm së largu. Më vjen mirë që tani kur unë jam pjekur, jam plotësuar dhe me certifikata dhe me vlerësimet që kam marrë nga gjithë komuniteti shqiptar për ruajtjen e gjuhës shqipe, tani vim më rehat në këtë kohë, tukun se them prit se kam shumë gjëra për të thënë. Eva, faleminderit për hapësirën. Sa vite u bën që e larguar nga Shqipëria? U bën 12 vite, por që unë nuk e ndjej sepse vi shpesh, sill projekte, marr projekte dhe tani e kuptoj që është shumë më mirë që të jem atje për të sjellë se çfarë bëjmë dhe kur bëjmë aktivitete atje në Filadelfia, sidomos i them që do t'i bëjmë bukur se do dalim tek Alma në mëngjes 7:05. Përpiqem që t'i bëjmë bukur këto aktivitete që të marrin atë lezetin sepse ne në Filadelfia nuk kemi televizion, por ju falenderoj për hapësirat që na rezervoni sepse finali është ajo kur ne ulemi të gjithë ata që s'kan mundësi që të vinë, kur i shikojnë të realizuar. Edhe ja, për shembull, shkollën e bët edhe televizionin bëheni tani, pjesë e projekteve dhe tjetër edhe televizioni që fëmijët që po mësojnë gjuhën shqipe edhe ta dëgjojnë e kështu e praktikojnë. Siç keni mësuar ju një kohë ndoshta italishtën përmes televizionit italian në Shqipëri dhe gjë të ndodh me shqiptarët për Shqipën. Mirë, na trego pak si ka shkuar puna, si kanë shkuar gjërat, kjo shkollë, një ambient tani më për gjithë fëmijët e migrantëve që janë të detyruar, sidomos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe sidomos në Filadelfia, të përballen me kultura të ndryshme, automatikisht me gjuhë të ndryshme, të ruajnë atë gjuhën mëm. Kur po vija këtu me shoferin për të ardhur këtu në transmetim, po shikoja kopshtet që ishin duke realizuar dekorin jashtë për festën e 1 qershorit. Dhe më vjen kaq mirë që edhe ne atje nuk ndryshojmë shumë tani nga Shqipëria, sepse unë pata fatin si gazetare që të sillja aktivitetet që po bëjnë me rastin e festës abetares, fëmijët e komunitetit shqiptar që jetojnë në Florida, në Michigan, në New Jersey, në Boston dhe së fundi tani në Filadelfia. Pra një gazetar që unë po shëtis. Dhe po sjell pothuajse të gjithë zërin e fëmijëve të diasporës dhe shikoj shqiptarë të cilët nëse këtu kam parë prindër të cilët me vështirësi ekonomike përpiqeshin që të ruani nga buxheti i tyre që fëmijët të mësonin gjuhët e huaja, atje shikoj komunitetin shqiptar që japin më të çmuar në kohën e tyre për t'i mësuar fëmijëve gjuhën shqipe. Dhe në Filadelfia, atje ku unë mendoj që atje është dhe vendi për të cilin unë jetoj, në momentin e parë kur shkoj dhe takoj shoqatën Bite Shqipes, drejtuesit e kësaj shoqate, dhe ajo që më ngacmoi ishte shkolla shqipe gjuha jon. Dhe mësoj për këtë fabul. Pra shkolla shqipe nuk është vetëm thjesht një ndërtesë, ajo ka një fabul, ka një amanet. Ka qenë një patriot Hasan Risilia, i cili nuk ishte i martuar, nuk ishte fëmijë, por gjithë kontributin, gjithë ekonominë e tij ja dedikonte familjeve shqiptare. Dhe para se të largoj nga kjo jetë, i thot vllai i tij Ben Risilis, i thot që këtë buxhet, këtë sasi lekësh e dua që ta japësh për të gjithë emigrantët e rinj që sapo vinë, ju duhet që t'i paguani qiran ose t'i ndihmoni derisa janë ato dy javët e para që të gjithë janë në gjendje shoku dhe duhet që të mirëpriten. Dhe kuptoj kur Ben Risilia para se të largoj nga kjo jetë, pata fatin si gazetare ta intervistoj dhe i them faleminderit Ben që më në fund komuniteti shqiptar i Filadelfias vetëm nga ju ka këtë shkollë. Ai thot, vllai më dha lekët në mënyrë askush nuk pa që vllai më la këtë sasi lekësh. Dhe më del në ëndër dhe më thot, të kam lënë amanetin. Dhe Beni ngrihet dhe shkon tek shoqata Bite Shqipes dhe i thot që unë kam një buxhet lekësh. Nuk dua që ju të mësoni shqip, atëherë mësoheshin 1 orë të dielave, hynin tek ambientet e kishës dhe ai thot do blinin ndërtesë dhe ne kështu patëm ndërtesën e parë të shkollës shqipe, u ble me buxhetin e amanetit Dhe aktualisht sa fëmijë mund të shkojnë për të ndjekur? Atëherë në fillim ka qenë 30-40, ne tani kemi plot 100 fëmijë. Sepse ishte kryetari i shoqatës. Para sa vitesh u ble? Ne jemi krenar të Filadelfia sepse kemi plot 21 vite.
21 vite, jemi shkolla e vetme në diaspor, që tani kemi dhe ndërtesën tonë. Ishte kryetari i shoqatës, ishte zoti Tajardomi, të cilin unë nuk gjej fjalë për ta falenderuar, duke parë që numri i nxënësve rritej, se në fillim fare u blej një shtëpi dhe u kthye në shkollë. Dhe ai mblodhi të gjithë kuksianët, vëllezërit kuksian, të gjithë bizneset, dhe ne sot kemi një shtëpizën më të bukur që quhet Shtëpia Shqiptare, dhe aty është një shkollë e cila në bashkëpunim me Bashkinë e Filadelfias ne vendosëm dhe rrugën Gjegjika Skënderbeu, dhe ne kemi bërë një Shqipëri të vogël, dhe tani ne kemi prindër të cilët vazhdojnë dhe regjistrojnë, sidomos tani kur bëhet festa betare, se janë prindër të rinj që vinë që thonë, po dali të shikojmë se çfarë mësuan këta një viti që ne të regjistrojmë fëmijët. Eva, pa ka një presion nga vetë shoqëria amerikane që këta të rinj sot janë fëmijë të asimilohen nga multikulturalizmi atje? Unë kuptoj. Është ashtu e pandjerë si presion, por që ndodh. Për gjithë ata që e ka njëtuar Amerikën e din që... Jo, gjatë ditës unë jam edhe asistent mësuese në shkollat amerikane. Dhe në shkollat amerikane vendoset një ditë ku të gjithë komunitetet, sepse Amerika dihet që është një është e përbërë nga gjithë bota. Dhe po të shikoni programin artistik që bëjnë nxënësit shqiptar, që ne gjithmonë dalim më të mirët. Nuk di pse ne dalim më të mirët, ne edhe në mësime dhe në programet artistike. Ne duhet na çosh në Amerikë. Të shikosh, është geni. Dhe unë jam kaq krenare, sepse në çdo vend që shkoj, gjithmonë jemi me certifikata the best of, thonë. Dhe kur shikoj aty, i them të rinjt, i them, si e ke ruajtur gjuhën shqipe? Po gjyshi ka ardhur këtu, ja ka trashëguar mami dhe në shtëpinë tonë është rregull, të gjithë do flasim shqip. A flasin në familjet shqiptare? Të gjithë familjet shqiptare flasin shqip. Është gjenerata e nënave të reja, të cilat ato që sapo vinë, duke patur vështirësi për gjuhën amerikane, bëjnë gabim. Dhe fillojnë dhe flasin, thonë që atë vështirësi që ka mu mos ta ketë fëmija, flasin dhe në shtëpi anglisht. Dhe janë gjyshet të cilat vi me pushime, gjyshet që si kuptojnë, dhe fillojnë gjyshet e na i qesi arti, thotë prit, fëmija do flasë shqip. Dhe unë jam shumë e kënaqur kur të dilave në shkollën shqipe, janë gjyshet ato që vinë, dhe mburën dhe thotë unë mësova këtë vjershën, këtë ninull, këtë, pra pa gjyshet është ai falenderimi i madh që unë i përqafoj të gjitha dhe i them, ju falenderoj sepse janë ato që i shkullin veshin këtyre mamave të reja, i thotë mos i fol anglisht, se anglisht do ta mësoj, nuk ka çfarë bëj, është në atë vend. Po, përsa i përket identitetit tonë, se flasim për gjuhën shqipe dhe shumë primare për të mos harruar rrënjët, po është edhe muzika, janë traditat, është historia, janë vallet. Në momentin kur shkova... Ushqimi. Po, në momentin kur shkova tek shkolla shqipe gjuhë e jonë, i thash, po nuk është e bezdisshme që të vish të dielën prap nga shkolla në shkollë, domethënë ti 5 ditë jetë shkolla amerikane, ku qëndron sekreti, si i bëni fëmijët që të vinë. Aty mësova që gjuha shqipe nuk mësohet vetëm nëpërmjet orës së mësimit, nëpërmjet aktiviteteve artistike dhe gjuha mësohet më shpejt nëpërmjet këngës, duke i dhënë një këngë shqipe, Xhamadani Via Via apo Himnin e Flamurit, i cili ashtu fillon. Pra janë këngët. Dhe duke ditur misinë e madhe që kisha me Margarita Xhepën, i them Margarita do të më japësh të drejtën që unë të bëj konkursin e parë të fjalës artistike. Dhe kush nga prindrit nuk do dojnë që në mur të ketë që fëmia e tij të ketë fjalën artistike. Dhe ne kështu i bëjmë një konkurs që ata të mësojnë gjuhën shqipe. Dhe më pas është çmimi Besim Zekthi, kush do kërcej sa më bukur. Pra të gjithë personalitetet e artit shqiptar ne i kemi atje dhe i bëjmë, si të themi, një garë për të patur trofe në shtëpitë e fëmijëve tanë. Është çmimi Vaçezela, çmimi Margarita Xhepa dhe çmimet e valltarëve tanë. Janë këto 3 pika të cilat mendoj që i ndihmojnë këto mësuese që të jenë në rrugën e duhur, sepse ti jesh ditën e diel në emigrant. Ne ju këtu të dy së bashku e bëni me shumë kënaqësi këtë punë, sepse në fund fare keni edhe pagesën. Po të vish ditën e diel, të vish të mësosh fëmijët e të tjerëve me vullnetarizëm. E kuptoni çfarë emocionesh marrën si gazetare? Shikoj mësuese të cilat shndërrohen në nëna për ato fëmijë dhe thonë fol shqip, ne do ta themi shqip këtë gjë dhe aty kuptoj se sa të mirë jemi ne. Por ishte vërtetës, jemi edhe qifling të mëdhenj, sepse një nga paradat më të bukura kur mi puna tek festa e Flamurit në New York, ka shqiptar, domethënë sigurisht është ajo e New Yorkut. Albanian Roots dhe unë Albanian Roots, po, rrënjët e shqiptarëve. Bëm rrënjët e shqiptarëve dhe unë isha në Boston ku bë aktiviteti i parë i polifonisë dhe ishin këta fëmijë të mrekullueshëm të cilët unë i falenderoj këto mësuese të cila unë nuk mendoj që të dalë një biznesmen dhe t'ja shpërblejnë në çek, në pagesë punën e tyre që bëjnë. Dhe kur e pash Albanian Roots, domethënë rrënjën shqiptare, në mënyrën se sa bukur ata kërcyen vallen e Tropoes, dhe i thash si e mësoni ju këtë valle? Ja ashtu tha me njëri tjetrin, pyesim prindrit kush nga këta di, pra prindrit bëhen dhe koreograf
dhe prindrit në për ato valigjet e emigrantëve ne i mbushin komplet me kostume popullore. Më lejo një pyetje të fundit që se përmende prindërit. Vuajnë shqiptarët në Shtetet Bashkuara të Amerikës? Po shqyqy që kemi dushin që lajmi 3 herë në ditë, se vetëm atje mund të na lejo të qajmë. Ne qajmë, ne vuajmë, sepse nuk është e lehtë që të lësh vendin. Pra ne ikim me atë dëshirën kur të gjithë na thonë që o po sa mirë shpëtove, shkove në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por nuk është e lehtë. Për çfarë vuajnë shqiptarët? Po vuajnë që në për momentin e parë. financa, vuajnë për vendin, tokën e tyre, vuajnë për njerëzit e tyre. Të gjitha këto në një mblidhe në fund të ditës. Dhe unë kur kam qenë në këtë koltuk, nuk i kuptoja, thoja unë çfarë malli thon këta. Unë tani dhe kur erdha këtu, kur pash qofte edhe të dyqani i bukës ku shikon bukën e misrit ose pispilit dhe këto petullat e gjyshes, të merr malli. Pra në momenti kur ti e shkon atje, ti shikon një Amerikë të cilën e ke parë nëpër filma, tokën e ëndrrave, dhe kupton që kur shkon atje nëse nuk do të kesh përkrahjen e duhur, dhe sidomos ata që vinë me një background, me punë, me të cilët ka një nivel ekonomik këtu, atje është shumë e vështirë që ta fillosh nga minusi në zero. Duhet të punosh fort, duhet të fillosh që të mendosh si amerikanët, ne shqiptarët të cilët për hir të vërtetës kemi një stil jetese krejt tjetër dhe është shumë e vështirë të përshtatemi, nuk na abollizojnë sepse ne shumë shpejt punojmë fort dhe përpiqemi që të na pranojnë. Dhe nuk duaj që kësaj bisede t'i jap ato në notat e lotit, por unë kam intervistuar ka shumë familje e vaj që janë të ndara në 2 vende. Një pjesë e kanë në Shqipëri dhe një pjesë janë Shtetet Bashkuara të Amerikës, për shkak të rrethanave ndoshta dhe. Ajo që mua më pëlqen nga të gjithë shqiptarët atje është që nëse të gjithë fillojnë blejnë shtëpitë e para në Shtetet Bashkuara të Amerikës, shtëpitë e dyta janë patjetër në Shqipëri. Të gjithë mendojnë që të kthehen dhe kjo është ajo që mua më ngro, se them sa mirë nuk jam e vetmja. Se po të thuash që shikoj se edhe unë edhe pak dhe sa të rritet vajza dhe unë do kthehem, duket sikur diçka nuk është mirë me Evën. Ç'është kjo? Të gjithë duan të ikin, kjo do të kthehet. Shqipëria është ai vendi të cilin unë e dua fort, i cili edhe pse është i varfër, ka shumë shpirt, ka shumë nerv, ka shumë dashuri dhe unë i falenderoj të gjithë ata shqiptarë që së bashku me mua, të gjithë ata biznesmen që zgjedhin Shqipërinë për të bërë pushime, sepse ato pak lekë që mbledhim ne vim i harxojmë këtu. Duam që të gjitha ato biznese të rriten, të bëhen ashtu si ata biznesmenët atje që kanë arritur atje dhe pra një farë mënyrë ne gjejmë mënyra për të ndihmuar sa më do pak të gjithë që o të vinë ata të gjithë atje o të gjithë ne këtu. Eva, dhe ne urojmë shumë që ju të gjeni atë çka ju bën të lumtur dhe u ambush shpirtin, mos ju shohim të lumtur na bën Shqipëria. T'ju shohim bashkë me familjen tuaj dhe ata që doni fort, edhe jemi shumë të lumtur të dëgjojmë rrugën e mirë që ju keni ndërtuar për ta ruajtur gjuhën shqipe. Edhe mos harroni kurrë që keni nga pas Shqipërinë. Kënaqësi shumë. Unë duhet t'ju falenderoj, ndërkohë që një këshill për të gjithë shqiptarët që presin fëmijët e emigrantëve. Mos qeshin nëse ata nuk do ta flasin sakt shqipen. Përpiquni që, sepse kjo është ajo, të gjithë atë një vit që mësueset tona punojnë ka gjatë një viti shkollor, kur vime pushime në Shqipëri, të gjithë duan që atë shqipe që ata e kanë mësuar, duan që ta zhvillojnë këtu. Unë ju falenderoj nëse ju do thonit, bravo, ju lumë sa bukur folet shqip. Ju falenderoj, ishte kënaqësi që të filloja ditën me 7 patë. Edhe ne me ty, Eva, edhe ne me ty. Ndërkohë, i themi publikut shkojmë me njëherë një shkëputje, kthehemi vetëm pas pak dhe bëhemi gati për Champions Ligën e Kampionëve.